Më 16 prill 2025, shkencëtarët raportuan një probabilitet të lartë që kishin gjetur shenja jete në një planet tjetër. Dhe jo, kjo nuk është fillimi i një historie sci-fi, kjo është e vërtet. Planeti në fjalë është K218b, një planet 2 fish më i madh se Yni, i vendosur vetëm 124 vite drite larg Tokës. 2 kimikate, dimetil sulfidi dhe dimetil disulfidi, u vunë re në atmosferën e K218b, fal leximeve spektroskopike të marra nga teleskopi i fuqishëm hapësinor, James Webb. Pse ka rëndësi kjo? Në Tokë, këto kimikate prodhohen vetëm nga gjëra të gjalla, gjenerohen si mbeturina nga bakteret dhe fitoplanktonet. Kishte mbi 20 herë më shumë të këtyre gazrave në K218b, se sa shohim madje edhe në Tokë, dhe ato u identifikuan me një besim prej 99.7%, kështu që ky rezultat është ndoshta shenja më e fortë deri tani që ne nuk jemi vetëm në univers. Ka një shans shumë real që K218b të jetë plot me jetë. Sigurisht, universi është një vend i gjerë dhe ndoshta ka një shpjegim tjetër për praninë e këtyre kimikateve. Kjo nuk provon alienet me siguri. Megjithatë, 124 vite drite nuk është në të vërtet aq larg, krahasuar me pjesën tjetër të kozmosit. Nëse jeta është vërtet atje, që është një mendim mahnitës, kjo të bën vërtet të mendosh. A është vërtet kaq e paimagjinueshme që jeta e huaj nga ky lloj planeti në një farë mënyre të ketë gjetur rrugën drejt Tokës? Ndoshta shanset nuk janë aq jashtë. Të paktën, kështu thot Kongresi i Shteteve të Bashkuara, sepse sipas tyre, ne kemi ditur për inteligjencat jo njerëzore për një kohë të gjatë. Ata janë tashmë këtu, dhe ushtria amerikane e ka mbuluar këtë për dekada. Unë jam Alex McColgan, dhe ju po shikoni Astrum, dhe në dritën e ditës së fundit të UFO-ve, është koha për të hedhur një vështrim më të afërt në betejën shumë reale që po zhvillohet tani midis Pentagonit të SBA-s dhe Kongresit mbi ekzistencën e pretenduar të anijeve kozmike të huaja. Kongresi duket i sigurt që ushtria po fsheh teknologjinë e huaj të rikuperuar, dhe Pentagoni nuk po bën një punë shumë të mirë për t'i provuar ata gabim. Por psi them kështu? E po, le të fillojmë nga fillimi. Ata prej jush që janë shikues të vjetër të këtij kanali, do të kujtojnë që në maj 2023 bëm një video mbi interesin e rikthyer të Kongresit të SBA-s mbi temën e UFO-ve. Është një temë që bart shumë stigmë. Njerëzit që pretendojnë se kanë parë pjata fluturuese shpesh trajtohen si të çmendur, besuesi ose madje edhe nxitus me qëllim legjenda urbane. Dhe megjithatë, në 2021, Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare publikoi një raport mbi fenomenet ajrore të paidentifikuara, UAP, që bëri që e gjithë ideja të dukej shumë më mainstream. Sipas raportit qeveritar, UAP, një akronim më pak i stigmatizuar se UFO, por që i referohet të njëjtave lloje vëzhgimesh, ishin reale dhe po bënin probleme me pilotët e marinës amerikane. Shfaqjet e tyre të shpeshta në hapësirën ajrore amerikane dhe në zonat e stërvitjes qartë paraqesin një çështje sigurie për fluturimin dhe mund të paraqesin një sfidë për sigurinë nacionale të SBA-s. Për të qenë të saktë, ato po afroheshin aq shumë pranë avionëve amerikan, saqë pilotët ndonjëherë duhet të ktheheshin për t'i shmangur ato. Në 2022, në një seancë të hapur Kongresi, anëtarë të lartë të mbrojtjes dhe inteligjencës detare i thanë Kongresit që kjo po ndodhte aq shpesh saqë kishte bërë të rëndësishme zburimin se çfarë ishin këto gjëra. Kjo nuk ishte detyrë e lehtë, pasi UAP vinin në shumë varietete të ndryshme dhe kështu, me të gjas, kërkonin shpjegime të ndryshme. Disa ishin dronë që ndiqnin anijet e marinës për orë të tëra, disa ishin sferat e fotografuara jashtë dritareve të kokpitit, dhe disa dukshëm shfaqnin karakteristika të çuditshme fluturimi që nuk mund të shpjegoheshin, shpejtësi maksimale të pabesueshme që thyen pengesën e zërit, por nuk krijonin bum sonik, duke qenë në gjendje të përshpejtonin dhe ktheheshin menjëherë në një mënyrë që asnjë avion luftarak nuk mund të shpresonte të përputhej, ose duke qëndruar të palëvizshëm në fytyrë të errëra të forta, pa asnjë mjet të dukshëm propulsioni. Ishin këto që kishin bërë të shqetësuar Kongresin dhe marinën, ndërsa të tjerët mundësisht mund të shpjegoheshin si veprim spionazhi i armikut ose balona të thjeshta moti të fryrë jashtë kursit. Disa prej këtyre sugjeronin një forcë inteligjente me një avantazh teknologjik mbi SBA-n, dhe marina nuk kishte asnjë ide se kush po i operonte ato ose cilat ishin qëllimet e tyre.
Kongresi urdhroi Pentagonin të krijojë një departament të ri të quajtur ARRO, ose Zyra e Rezolutimit të gjitha fushave, në korrik 2022, dhe i dha atyre detyrën të përdornin një qasje të bazuar me të dhëna dhe shkencore për të kuptuar se çfarë ishin UAP. ARRO filloi punën dhe shpejt identifikoi 510 raste të raportuara të UAP-ve, si për shembull sfera kurioze pa shpjegueshme e Mosulit, që u pa duke fluturuar mbi një zonë lufte në Irak. Megjithatë, Kongresi u bë i pakënaqur me përgjigjet që ARRO po jepte. Seanca e parë e ARRO në prill 2023 minimizoi aspektet anomale të UAP dhe kësoi se ato ishin me të gjastë të gjitha plotësisht të shpjegueshme me të dhënat e duhura. Për shumë që po shikonin nga ana, kjo përgjigje ndihej si vazhdimi i një historie të gjatë të errësimit dhe mashtrimit të drejtë për drejtë që kishte vazhduar për vite. Dhe dyshimet e tyre u konfirmuan dukshëm kur David Grush u bë informator në 2023, pretendua se jo vetëm që një pjesë e ushtrisë dinte për UAP, por ata kishin rikuperuar disa prej tyre. David Grush ishte një oficer inteligjence që kishte punuar në Forcën Ajrore të Shteteve të Bashkuara dhe Agjencinë Kombëtare të Inteligjencës Gjeohapsinore për 14 vjet. Sa i përket dëshmitarve, karakteri dhe kredencialet e tij ishin mbreslënës. Pretendimi i tij u vlerësua si i besueshëm dhe urgjent nga vet inspektori i përgjithshëm i komunitetit të inteligjencës. Grush nuk kishte pak për të fituar nga kjo. Ai nuk po nënshkronte asnjë kontratë për libër dhe në karrierën e tij rrezikonte të bëhej i parja. Megjithatë, ai dëshmoi para Kongresit që, gjatë detyrave të tij si oficer inteligjence, ai kishte mësuar për një program dekadalsh. Të gjatë të rikuperimit të aksidenteve të UAP dhe inxhinierisë kundërt që po zhvillohej nga antarët e qeverisë së SBA-s, pa mbikëqyrjen e Kongresit. Ironikisht, për oficerin metodik të inteligjencës Grush, kjo mungesë e mbikëqyrjes ishte ajo që ai kishte në të vërtet një problem me të. Paratë e qeverisë po shpenzoheshin pa dijeni të qeverisë. Grush pretendoi që informatorët kishin shkuar te ARRO duke pretenduar të njëjtën gjë dhe që ARRO kishte fshehur çdo njohuri për të. A mund të ketë ndonjë të vërtetë në këtë? Fatkeqësisht, ka ca arsye për të qenë të dyshimt. Pentagoni ka dështuar në çdo auditim të financave të tij në 7 vitet që ka qenë duke u nënshtruar atyre, duke qenë i paaftë të jap llogari se ku i shpenzon të gjitha paratë e tij. Kështu që një program sekret ose dy me siguri mund të ekzistojnë brenda boshllëqeve. Dhe fatkeqësisht për ARRO ka pasur një histori të gjatë të programeve UFO të qeverisë amerikane që fshehin fakte nga publiku që e bëri këtë më të besueshme. Project Sign, Project Grudge, Project Blue Book, hetime që datojnë që në 1947-ën, të gjitha erdhën në zjarr për të qenë më shumë të dizenjuara për të minimizuar UFO-t sesa për t'i hetuar ato. Dhe këto kritika madje erdhën nga shkencëtarët që i kishin drejtuar ato. Për shembull, një natë në 1966, policia në Ohio vuri re një objekt si vezë mbi 10 metra përmes, me një kon drite poshtë tij, duke fluturuar disa qindra metra nga toka dhe duke shkëlqyer mjaft ndriçues për të ndriçuar zonën përreth. Objekti fluturoi mbi policët, u ndal, pastaj vazhdoi rrugën e tij. Policia vendosi t'i jepte ndjekje vezës, por çdo herë që afroheshin, ai do të kërcente larg, megjithse do të lejonte që ata të arrinin përsëri, pothuajse sikur po i priste ata. Në këtë mënyrë, 2 policët e ndoqën objektin 60 milje përmes 2 shteteve, derisa përfundimisht, pikërisht kur po arrinte agimi, objekti shkoi drejt e lartë në qiell. Raporti zyrtar nga Project Blue Book, ky objekt ishte Venusi, që ishte keq identifikuar nga policët. Një shpjegim që u pëngoi kur shkencëtari kryesor i Project Blue Book, një njeri me emrin A. Allen Hynek, pretendoi se ai as nuk kishte qenë pyetur për mendimin e tij përpara se departamenti bënte njoftimin e tij. Plus, Venusi ishte në pjesën e gabuar të qiellit që këtë të kishte ndonjë kuptim fare, në horizont, më tepër se mbi kokë, dhe u pa në të njëjtën kohë me objektin. Disa kritike etiketuan Blue Book si shoqëria për shpjegimin e të pahetuarve, për shkak të disa shpjegimeve të çuditshme që pohuan, dukshëm pa e shqyrtuar siç duhet.
Duke ushqyer në këtë dyshim të një mbulese, ishin ngjarjet shumë reale që ndodhen përgjatë 2023 dhe 2024. Ju mund të keni dëgjuar për balonën spiune kineze që fluturoi nëpër SBA në shkurt 2023, përpara se përfundimisht të rrëzohej mbi oqean. Ka plot imazhe të shkëlqyera të kësaj balone 60 metra të lartë dhe mbetjet u mblodhën nga ajo pas vetëm një dite. Ajo që është më e vështirë të gjesh imazhe janë 3 objektet e tjera që u vunë re në radaret ushtarake pas pak, që gjithashtu u rrëzuan. Por ndërsa ushtria ishte e shpejtë për të dhënë imazhe të shkëlqyera të balonës së parë, ose një avion rus që prek një dron amerikan vetëm një muaj më vonë, asnjë imazh nuk u lëshua për këto të tjera nga qeveria amerikane, dhe pavarësisht një gjuetie intensive, të gjitha 3 nuk u rikuperuan kurrë. Kanadaja publikoi një imazh shumë të paqartë të një nga objektet dhe një histori shpejt u përhap se një nga këto objekte me madhësinë e makinës që lundronin ishte me të gjas një balon hobishti, por mungesa e detajeve rreth tij dhe të tjerëve la shumë duke u ndjerë të manipuluar. Gjithçka është mirë. Këto janë shprehimisht jo alien, por ne nuk e dim se kujt i përkasin. Një gjë e ngjashme ndodhi në 2023-2024, kur dronët filluan të shfaqeshin mbi bazat ushtarake si Langley ose bazat amerikane në Mbretërinë e Bashkuar, ku SBA-ja poruante armë bërthamore ose avion të avancuar. Megjithse këto më shpesh raportoheshin në media si duke ndodhur në New Jersey, ato ndodhen në të gjithë botën. Këtu është një që u pa pranë Australisë në mars 2025. Ai ndan një ngjashmëri kalimtare me një që u pa mbi New Jersey. Ndërsa shumë supozuan se kjo ishte puna e kundërshtarëve të huaj si Rusia ose Kina, qeveria në atë kohë tha se ishte e gjitha në të vërtetë e autorizuar nga FAA. Por me siguri nuk duket kështu. Në fund të fundit, nëse FAA ishin ata që po autorizonin dronët që fluturonin mbi bazat ajrore të ndjeshme, pse FAA shkoi aq larg sa të kufizonte përkohësisht fluturimet e dronëve si një mënyrë për t'i luftuar ata? Pse luftoni veten? Dhe pse ushtria nuk u informua? Dhe pse dronët ishin të pamundur për t'u kapur ose zbuluar në radar, madje edhe përballë dëshirës së ushtrisë amerikane për ta bërë këtë? Dhe pse po ndriçonin drita ndërsa fluturonin, pothuajse sikur donin të shiheshin? Dron me madhësinë e SUV-ve, që shfaqen në të gjithë botën dhe shmangin kapjen, ndërsa hetojnë sitet ushtarake të ndjeshme, me siguri tingëllojnë se kjo nuk është vetëm puna e hobistëve. Ishin ato teknologji që i përkisnin një vendi tjetër? Ndoshta, por fshehtësia ka qenë dukshëm mjaft që Kongresi po lodhet nga gjithë murosja. Pak pas dëshmisë së grush, Kongresi miratoi një ligj që urdhëronte Pentagonin të dorëzojë të gjitha dosjet e tyre që lidhen me UAP, veçanërisht çdo gjë që ka të bëjë me inteligjencën jo njerëzore ose mjetet e rikuperuara. Fakti që një projekt bil që përmban frazën inteligjencë jo njerëzore u kaloi në ligj është tashmë mahnitës. Fakti që kishte përpjetje për ta bllokuar atë është shqetësues. Në fund të fundit, pse të përpiqesh të shmangësh dorëzimin e diçkaje, përveç nëse në të vërtetë e ke atë? Pentagoni tani është në procesin e dorëzimit të dosjeve, megjithse raporti i plot nuk është publikuar ende, dhe Pentagoni deri tani mohon të ketë ndonjë program të fshehur UAP. Nëse jeni një program sekret qeveritar i rikuperimit të aksidenteve të UAP, me të gjas vlerësoni pak privatësi, qoftë duke mbrojtur videot UAP në kompjuterin tuaj, ose doni të ndiheni të sigurt, ndërsa kërkoni në internet për shenja se publiku është. Por seriozisht na tregoni ku janë UFO-t. Në seancën më të fundit UAP në 2024, antarët e Kongresit pretenduan se po përballeshin me kundërshtim për të pasur këto seanca, dhe Pentagoni po refuzonte të dorëzonte të dhëna, si pamjet satelitore. Dhe megjithatë, gjithnjë e më shumë oficer ushtarak aktual ose të dalë në pension, po dalin edhe përsërisin këtë histori të njëjtë. Admiral, administrator të NASA-s. Përsëri dhe përsëri, pretendimi po vjen përpara se antarët e qeverisë po fshehin diçka. Seanca e fundit Kongresi madje vuri një emër në këtë program sekret, Immaculate Constellation, dhe pretendoi se ushtarakët amerikan në të vërtetë janë dëmtuar nga ndërveprimi me UAP. Dhe ajo ishte një nga pretendimet më të buta. Në raportin Immaculate Constellation, ka llogaritë avionëve F-22 që janë bllokuar nga një fluturim prej 3 deri në 6 sferash UAP, të cilat mbetën perfekt në formacion me avionin e pafuqishëm, përpara se përfundimisht të ndalonin nga zona e misionit.
Një tjetër përshkruan një sferë portokalli që shkëlqen butësisht që u afrua pranë një anijeje amerikane, duke shkaktuar që ata që e shikonin të përjetojnë perceptime të ndryshuara të kohës. Kur u largua, ekuipazhi doli nga një trans përpara se të ndjente një valë fshirëse të shqetësimit të thellë. Një llogari e fundit përshkruan një pjatë UAP me gjerësi 200 deri në 400 metra, që u pa në pamje satelitore infra të kuqe, duke rrëshqitur mbi mbulim të trashëreje. Dukshëm duke vënë re se ishte zbuluar, ky kolos me madhësinë e fushës së futbollit pastaj zhytet në nëret përsëri, duke zhdukur nga pamja. Fatkeqësisht, përveç raportit vet, nuk kishte asnjë provë të dhënë që ndonjë nga kjo ishte në të vërtetë, asnjë pamje, asnjë dëshmi. Por pikërisht kur skripti për këtë video po finalizohej, ufologu Jeremy Corbell publikoi një video të supozuar UAP të forcave ajrore të marrë nga një satelit infra i kuq, dhe ajo mban një ngjashmëri kalimtare me një nga llogaritë e Immaculate Constellation. Hidhini një sy kësaj. Këtu është objekti, duke lëvizur poshtë nga maja e ekranit, përpara se të kthehet djaftas. Nga madhësia e reve, është qartësisht një sferë ose disk masiv, por ndryshimi i tij 90 gradë në drejtim sugjeron se nuk është asnjë balon ose një objekt që fryn në erë. Nëse Corbell është i saktë dhe kjo pamje është reale, ajo përputhet perfekt me pretendimin e Immaculate Constellation të UAP Kolosit. Gjithashtu, gjeta të paktën një rast të një podcasti të bërë në bashkëpunim me NASA-n, ku subjekti ishte UAP. Ecosystemic Futures e pozicionon veten si një bisedë me ekspertët në majën e teknologjisë në kërkim të inovacionit. I gjithë podcasti ishte një zhytje interesante në teknologjinë e mundshme emergjente, por pa hyrë në gjithçka që u diskutua. Një nga të ftuarit, Richard Bandurik, një ish inxhinier elektrik dhe matematik, dhe tani CEO i Field Propulsion Technologies, shumë qetësisht pretendoi të kishte qenë pjesë e një kompanie të sektorit publik të inxhinierisë së kundërt të UAP. Ai përshkroi materiale inteligjente që ishte ngarkuar të hetonte, që ktheheshin në pluhur nëse ndërveproje me to. Nëse mjetet kozmike të huaja ekzistojnë, ato dukshëm nuk duan që teknologjia e tyre të inxhinierizohet në të kundërt, duket. Dhe ai hollsoi qetësisht përpjekjet e tij për të studiuar UAP trekëndshe, që mund të ktheheshin të padukshme sipas dëshirës. Pretendimet e tij u morën si plotësisht të arsyeshme, dhe ndërsa është e lehtë të bësh pretendime si kjo, ambienti ku po bëheshin pretendimet ishte pjesa befasuese. Nuk kisha pritur që NASA të bashkëpunonte në një podcast që kishte të ftuar që bënin pretendime të kësaj natyre, pasi nënkuptonte një miratim të heshtur, të fshehtë për atë që po thuhej. Fatkeqësisht, Kongresi nuk ka publikuar provën e vet të pretendimit të tij Immaculate Constellation, dhe këtu arrim në fund të asaj që mund të gjendet në rekordin publik kongresor. Pra, le të marrim një moment për të rishibuar. Duke gjykuar nga ankesat e tyre dhe në një rast të rrallë të ndjenjës dypartjake, antarët e Kongresit po bashkohen në besimin e tyre të dukshëm se ushtria e tyre po fsheh diçka nga ata. Sigurisht, ata janë në dijeni të gjërave që ne nuk mund t'i shohim, kështu që nëse i besoni ata apo jo, varet nga sa besimi vini interpretimit të tyre të atyre dokumentave dhe videove të klasifikuara dhe agendave të tyre. Është me siguri e vërtet që ka objekte në qiell tanë që ne nuk mund t'i shpjegojmë, megjithse jo domosdoshmërisht alien, ka mjete të pazakonshme në qiell tanë, dhe nëse qeveria e di se çfarë janë ato, me siguri nuk po na thon neve. Informatorët kanë bërë pretendime që disa prej këtyre janë jo njerëzore. Sigurisht, dëshmia e dëshmitarve është lloji i keq i provave. Njerëzit mund të kujtojnë gabimisht gjërat apo interpretojnë atë që panë sipas paragjykimeve të tyre, nëse nuk po gënjejnë hapur. Por prova tjetër mungon, ndërsa ka video ushtarake që janë publikuar që tregojnë diçka. Asnjë nga këto nuk janë nivelet e larta të besnikërisë që e dim se ushtria është e aftë, gjë që është pak frustruese. Ne nuk kemi asnjë video UFO zbat pranë shtëpisë së bardhë dhe alienët shtrëngojnë duart me presidentin, që e zgjidh çështjen përgjithmonë, dhe edhe sikur të kishim, pa u vërtetuar nga një burim jashtëzakonisht i besueshëm, si pamje reale, mund të mos vlej shumë. AI-ja i bën imazhet shumë të lehta për t'u falsifikuar sot. Ne kemi dëshminë e dëshmitarëve të besueshëm si David Grush, por ai ka pretenduar vetëm se ju tha se UAP ekziston.
Ai kur nuk pretendoi të kishte parë drejt për drejt një. Ne kemi prova të murosjes dhe errësimit të Pentagonit. Disa prej tyre është padyshim për të mbrojtur asete të ndjeshme ushtarake, ose teknologji të reja sekrete si bombarduesi stealth i SBA-s për të cilin publiku fillimisht u mbajt në errësirë, ose pajisje të ndjeshme që bën mbledhjen e të dhënave që Pentagoni nuk dëshiron që të gjithë të dinë se zotrojnë. Por ndërsa ky shpjegim është një arsye e birë për ta mbajtur atë nga publiku, nuk është një arsye e birë për ta mbajtur atë nga Kongresi, të cilët janë ata që po paguajnë për të gjitha. Dhe Kongresi janë ata që po ndihen të muruar. Si shënim ansor, ndërsa jo të gjithë në Kongres janë informuar për çdo program sekret, disa kongresmen të përzgjedhur janë Komisioni i përhershëm i përzgjedhur të Dhomës për Inteligjencë dhe Komisioni i përzgjedhur i Senatit për Inteligjencë. Kështu supozohet të funksionojë. Këta kongresmen duke u lexuar në mënyrë që të mund të mbikëqyrin atë që po bën Pentagoni, ndërsa mbajnë një nivel shehtësie. Pra, nëse kjo ishte gjithçka vetëm teknologji sekrete amerikane për të cilën Pentagoni nuk po i thot Kongresit, nuk ka kuptim për mua. Mund të blija idenë që Pentagoni nuk dëshiron të pranoj publikisht se nuk e din se çfarë është kjo, ose se një vend tjetër ka një avantazh teknologjik mbi SBA-n për frikë se të shkaktoj panik. Por kjo po hyn në spekulim. Kur faktet janë të gjitha rishikuar së bashku, me siguri ndjehet sikur diçka po ndodh. Për ta përmbledhur atë me fjalët e senatorit Marco Rubio, ose ajo që po thonë informatorët është pjesërisht e vërtet ose plotësisht e vërtet, tha ai, ose kemi disa njerëz vërtet të zgjuar, të arsimuar me leje të larta dhe pozicione shumë të rëndësishme në qeverinë tonë që janë të çmendur dhe po na çojnë në një gjuajtje pafund. Nuk ka një arsye të qartë pse shumë nga këta informatorë, të cilët janë duke shërbyer aktivisht në karriera të dalluara, do të donin të rrezikojnë reputacionet e tyre. Ndërsa disa entuziast të bufove kanë bërë para nga diskutimi i temës, njerëz si David Grush nuk kishin asnjë libër që po përpiqeshin të shisnin. Ndoshta ajo që do t'ishte e dobishme për të dëgjuar është prova nga dikush që në të vërtet ishte pjesë e programit sekret qeveritar të rikuperimit të aksidenteve vet, një informator me pamje të asaj që pan nga më shumë afër. Siç ndodh, ne kemi një shembull të kësaj. Megjithse do t'ju paralajmëroj, kjo është edhe më pak e mbështetur dhe gjithashtu një shembull i vendit ku ufologjia mund të bëhet seriozisht e çuditshme. Le të flasim për Jake Barber. Shumë nga emrat e mëdhenj në qarqet UAP filluan të bënin zhurmë të madhe në janar 2025 për një zbulim të madh që po ndodhte. Një informator po vinte përpara me nivele të paprecedent informacioni, me emrin Jake Barber. Si Grush, Barber pretendoi të kishte punuar në projekte të klasifikuara për qeverinë, por ndryshe nga Grush, Barber pretendoi të kishte qenë pilot që punonte brenda një nga ato programe. Dhe megjithse pretendoi se kishte një rrezik për jetën e tij, ai ndjente se pamjet dhe informacioni që mbante duhej të dilnin përpara. Kongresi nuk e ka vërtetuar zyrtarisht Barber, as nuk kemi provë që ai po punonte në këtë program fare. Sigurisht, kjo është natyra e programeve të fshehta. Ata janë, sipas natyrës, të vështirë për të kontrolluar faktet. Ne duhet me të gjas ta marrim atë që ai thot me një grimcë skripe. Megjithatë, ajo që ai thot është me siguri interesante. Barber pretendoi se ai ishte pilot që ndonjëherë transportonte objekte shumë të ndjeshme nga një vendndodhje në tjetrën. Në një mision të tillë, ai fluturoi helikopterin e tij në një copë të paspecifikuar shkretëtire vetëm për të gjetur një objekt të madh në formë veze atje. Ndërsa afrohej te kjo vezë për ta transportuar, Barber ndjente një emocion mbytës që vinte mbi të. Ai ndjente trishtim, lumturi dhe ndjenjen që diçka ishte lidhur me të në një nivel pothuajse shpirtëror. Po e udhëhiqte atë dhe e gjithë përvoja ishte aq mbytëse saqë ai filloi të qante. Ai u mblodh dhe vazhdoi misionin. Më vonë, ai pretendon se personeli tjetër i konfirmoi atij se ajo që ai kishte hasur ishte një UAP. Dukshëm, ushtria transportonte këto UAP në formë veze shpesh dhe kjo pamje erdhi nga një nga ato misione të tjera. Barber vet pretendon se nuk ka hasur UAP vetëm një herë.
Në një mision të mëvonshëm, Barber pretendoi se ekspozimi ndaj një UAP-je ose mundësisht teknologji e inxhinieruar në të kundërt nga një UAP, çoi një doktor të konkludonte se ai po vuante nga të gjitha shenjat e helmimit nga rrezatimi. Doktori në fjalë ishte Gary Nolan, një ufolog tjetër, por një me një histori të gjerë në imunologji dhe kërkimin e kancerit. Më vonë, Barber la ushtrinë dhe, së bashku me partner të tjerë biznesi, themeluan kompaninë Skywatcher. Më tepër se sa të detyronte ushtrinë të zbuloj atë që di në programet e saj të fshehta, Barber tani po përpiqet të replikojë rezultatet në sektorin privat. Por metoda që ai po përdor është befasuese. Ai dhe ekipi i tij nuk po përdorin vetëm kamera ose radar, por po përpiqen të lidhen me UAP psionikisht, duke përdorur mendimet e tyre për t'u lidhur me UAP, në të njëjtën mënyrë si Barber pretendon se UAP-ja e parë u lidh me të. Sipas Barber, ka shumë njerëz të aftë për ta bërë këtë, dhe për çfarëdo arsye, çfarëdo qoftë natyra e vërtet e UAP-je, shumë prej tyre duket se duan të lidhen nga ne në këtë mënyrë, dhe nëse e bëni siç duhet, ata janë të gatshëm të dalin për të luajtur. Përmes një përzierje të psikiqve në vend dhe përdorimit të një pajisjeje sinjalizimi elektrik që ata i referohen si një fyel qeni, ekipi i Barber pretendon se ata mund të thërrasin me sukses UAP në vendodhjen e tyre me një shkallë suksesi pothuajse 100%, një numër jashtëzakonisht i lartë, duke bërë këtë një pretendim jashtëzakonisht të guximshëm. Ka pamje video, është e paqartë, dhe kur unë i shikoj ato, të paktën disa duken me të gjastë të jenë balona ose zogj. Por kjo taktike psionikës dhe fyellit të qenve është metoda që Barber pretendon se qeveria e SBA-s po përdor, dhe është mënyra se si veza e parë UAP u thirr të zbriste në fillim. Unë shpesh kam dëgjuar argumentin se nëse UAP janë aq të avancuara, pse ato vazhdojnë të rrëzohen në tokë? Kjo me të gjas është përgjithja. Çfarë prove kemi që kjo është e vërtet? Po, është një fakt i dokumentuar që CIA drejtonte një program psionike që funksiononte nga 1975 deri në 1995. I quajtur Project Stargate, agjentët e CIA rekrutuan ata që ishin të dhuruar psikikisht dhe përpiqen t'i përdornin ata për të parë në distancë objektiva interesi, mes frikrave se rusët po bënin të njëjtën gjë. Ndërsa kjo mund të tingëllojë jashtëzakonisht jashtë, merrni parasysh që, ndryshe nga projektet UFO Sign ose Grudge, të cilat funksionuan vetëm për disa vite secili, Stargate vazhdoi për 20 vjet. Kjo nënkupton se ata ndijeshin se ishin pas diçkaje. Ata gjithashtu pretenduan disa suksese. Ish-presidenti Jimmy Carter foli për një incident ku një aeroplan i rrëzuar shkoi poshtë në Afrikën Qendrore. Satelitët amerikanë nuk mund ta lokalizonin atë, por dukshëm një shikues në distancë ishte në gjendje të bënte këtë. Pas hyrjes në trans, gruaja shkroi disa koordinata dhe aty ishte aeroplani. Çfarëdo që mendoni për të vërtetën pas psikikëve dhe shikimin në distancë, ideja që qeveria amerikane gjithashtu u përpoq t'u afrohej UAP duke përdorur psionikën është në të vërtetë mjaft e besueshme. Ajo që është shumë më e vështirë për ta gëlltitur është ideja që UAP u përgjigjen. Megjithatë, një shkencëtar i mirë nuk e hedh poshtë diçka thjesht sepse duket jashtë botë kuptimit tonë të rehatshëm. Pra, në një përpjekje për të qenë shkencërisht rigoroz, unë vendosa të testoja hipotezën vetë. Së bashku me vëllan tim Jon, i cili ndihmoi të shkruante skriptin për këtë video, ne u nisëm për të thirrur poshtë një UAP duke përdorur këtë metodë. Ne u udhëtuam poshtë në bregdetin e South Wales, pasi disa raporte e shoqërojnë UAP me trupa të mëdhenj uji, dhe ne shpresonim se nuk do të kishte shumë njerëz përreth. Moti ishte me re, por kishte zona të mëdha qielli të kaltër ndërsa dita përparonte. Metoda që po përdonim ishte diçka e njohur si C5. Dukshëm Barber nuk është personi i vetëm atje jashtë që pretendon se UAP mund të kontaktohen psionikisht, por ka shumë që thonë të njëjtën gjë dhe ka një metodologji të tërë të publikuar që spjegon se si të bësh këtë. Ka disa variacione në ekzekutim, por ideja është e thjeshtë. Meditoni, pastroni mendjen tuaj, pastaj në një frym mirëdashie, kërkoni mendërisht që UAP të vite ju. Ne shkuam gjatë ditës, pasi shpresonim të kapnim imazhe më të mira se sa vetëm një dritë e vogël në qiell. Për këtë qëllim, unë solla kamerën time Sony A1 dhe lentet 600 mm. Jon do të ishte psikiku ynë për këtë përpjekje. Ai nuk ishte bërë kur diçka si kjo më parë, por ishte i gatshëm t'i jepte një mundësi. Dhe unë do të kap një takim
nëse ndonjë ndodhte vërtet në film. Ne ngritëm kampin ton, Jon filloi të meditonte dhe ne pritëm. Ne nuk folëm shumë, ne mbajmë sytë tanë në qiell dhe horizont. Dukshëm është gjithçka rreth hapësirës mendore në të cilën jeni, dhe megjithse unë e gjeta veten paksa skeptik se diçka do të ndodhte në të vërtetë, unë bëra më të mirën time për të mbajtur një mendje të hapur. Dhe pas disa orësh pritjeje, ne gjetëm asgjë. As një sferë ose trekëndësh në qiell, as një anije kozmike jashtëzakonisht e shpejtë, as madje as një balon, megjithse unë kapa disa imazhe të bukura të disa zogjve, që është arsyeja e vërtetë pse bleva atë kamerë në fillim. Do të pranoj, të dy ishim pak të zhgënjur dhe unë shkova në plazh për të kërkuar gur interesi. Jon qëndroi jashtë edhe gjysmë ore më gjatë, por përfundimisht edhe ai përballoi realitetin e dështimit të eksperimentit. Do të kishte qenë bukur të shihej një anije kozmike të huaj, por fatkeqësisht, kjo në të vërtetë nuk e provon Barber gabim. Ajo sigurisht mund të provoj vetëm se ne nuk ishim shumë të aftë në proces, ose ndoshta na mungon aftësia për të, ose ndoshta thjesht nuk ishte UAP për të thirrur. Një gjë që ndodhi, që ishte paksa e çuditshme, ishte se Jon u zgjua ditën tjetër për të gjetur se ishte befas djegur një dielli. Ai gjithashtu kishte një dhimbje të koke dhe një ringjallje në një infeksion syri. Ndërsa kjo mund të kishte qenë shenjat e UAP që nxirrnin rrezatim duke fluturuar diku pikërisht jashtë shikimit, unë prirem drejt goditjes së mirë të vjetër të diellit. Jon digjet lehtë edhe në një ditë me re, por unë kam të njëjtën lëkurë si ai dhe për rekordin unë isha mirë. E po, sido që t'jetë, ja vlente t'i provonim. Pra, ku mbetemi me gjithë këtë? Kur vjen fjala për të, shumë nga pretendimet që rrethojnë UAP, duket se shpërndahen në një çështje besimi. Një shumicë e Kongresit beson Grush, i cili nga ana tjetër beson burimet e tij. Barber beson që ju mund të lidheni psikikisht me UAP. AAOR beson se ajo që qëndron në të panjohurën është e pafajshme. Çdo shembull i një UAP jashtëzakonisht i shpejt është në të vërtetë një gabim sensori ose një iluzion optik në punë. Por kjo është pikërisht ajo. Kjo është anomale. Ajo ekziston në skajet e sensorëve tanë, në dosjet e agjensive sekrete qeveritare, që dyshojmë se ekzistojnë. A mund të jetë e vërtet? Absolutisht. Por a mund të provohej e gjitha në të vërtetë se nuk është asgjë më shumë se një balon e papritur, ose një hoax, ose ndonjë teknologji emergjente që një degë e qeverisë amerikane nuk i po e thot tjetrës? Gjithashtu, jo, absolutisht. Dhe derisa të hedhim më shumë dritë mbi të gjitha, është realisht e vështirë të dish të vërtetën në të dyja mënyrat. Çdo gjë që keni janë probabilitete. Në fillim të kësaj videoje, unë ju thash se ne me të gjas kemi gjetur shenja jete në një planet tjetër. Kjo gjithashtu është një e panjohur. Unë e gjej idenë e jetës që është diku aty jashtë, emocionuese dhe magjepse. Ideja që disa nga ajo jetë ka gjetur rrugën e saj këtu do të ndryshonte gjithçka. Por është e rëndësishme të ushtrojmë kujdes dhe të mos lejojmë që ajo që duam të shohim të errësoj pamjen tonë të asaj që mund të themi me siguri. Qeveritë e botës absolutisht po fshehin diçka. Kjo nuk duhet të jetë një befasi, dhe është e mundur që ajo që po fshehin është diçka tjetër përveç teknologjisë sekrete ushtarake. Por derisa misteret të jenë të gjitha përfundimisht të zgjidhura, qoftë nëse mendoni se përgjigja për të gjitha është mjete kozmike të huaja, ose qenje nga një dimension tjetër, ose engjëj dhe demon, ose vetëm njerëz të zakonshëm me sekrete të zakonshme, mbani një mendje të hapur. Një ditë, përgjigja do të zbulohet, asnjë organizatë sekrete nuk mund ta mbajë të vërtetën të shtypur përgjithmonë. Nëse hapësira na ka mësuar diçka, është se ka gjithmonë një befasi tjetër duke pritur pikërisht pas qoshes.